SBA pezullon vizat e migracionit për Shqipërinë, zbulohet dokumenti dash. Refuzimi të nis nga 21 janari do të jetë afat. Departamenti Amerikan i Shtetit bën me dije se prej 21 janarit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pezullojnë vizat për 75 vende mes tyre dhe Shqipëria, sipas asaj që shkruan Fox News. Vendimi i bërë publik nga dash do të hyjë në fuqi prej 21 janarit. Departamenti i Shtetit po pezullon përpunimin e vizave të imigrantëve për 75 vende në një përpjekje për të goditur aplikantët që konsiderohen të ngjarë të bëhen barë publike. Një memo e Departamentit të Shtetit e parë për herë të parë në Fox News Digital udhëzon zyrtarëve konsullor të refuzojnë vizat sipas ligjit ekzistues, ndërsa departamenti i rivlerëson procedurat e shqyrtimit dhe verifikimit. Vendet përfshin Somalinë, Rusinë, Afganistanin, Brazilin. Lista e plotë e vendeve përfshin Afganistanin, Shqipërinë, Algjerinë, Antigua dhe Barbudën, Armeninë, Azerbajxhanin, Bahamas, Bangladeshin, Barbadosin, Bielorusinë, Belizen, Butanin, Bosnjën, Brazilin, Burmën, Kambodgjan, Kamerunin, Kepin e Gjelbërt, Kolumbinë, Bregun e Fildisht, Kubën, Republikën Demokratike të Kongos, Dominikën, Egjiptin, Eritren, Etiopin, Fixhin, Gambian, Gjeorgjin, Ganën, Grenlandën, Guatemalën, Guinen, Haitin, Iranin, Irakun, Xhamaikën, Jordanin, Kazakistanin, Kosovën, Kuvajtin, Kirgistanin, Laosin, Libanin, Liberinë, Libin, Maqedoninë, Moldavin, Mongolin, Malinezi, Maroku, Nepalin, Nikaraguan, Nigerin, Pakistanin, Republikën e Kongos, Rusin, Ruandën, Shën Kitsin dhe Nevisin, Shën Luçin, Shën Vincentin dhe Grenadinet, Senegalin, Sierra Leonen, Somalin, Sudanin e Jugut, Sudanin, Sirin, Tanzanin, Tajlandën, Togon, Tunizin, Ugandën, Uruguain, Uzbekistanin dhe Yemenin, thuhet nga Fox News.